Shëndetje vëllezër dhe motra, lutem dhe besoj që jeni mirë, pavarësisht vapës, situatës me Covid, por gjithashtu dhe gjitha sfidave, vështirësive se cili prej jush ka dhe po përballet, që janë sfida të jetës, por duke u afruar tek Perëndia, duke besuar Perëndis, duke bërë atë që ai kërkon prej nesh, besoj që situata, sfidat ka përcjellën, sado të vështira që ato mund të jenë. Jemi përsëri bashkë për të vazhduar serinë e predikimeve mbi 10 urdhrimet. Sot do të shohim më nga afër urdhrimin 9. Nuk do të bësh dëshmi të rem kundër të afërmit tënd. Eksodi 20 vargu 26. Të gjithë ne kemi parë se sa lirshëm dhe pa tek klifi themi ne nga Korça, deputetët e Parlamentit shqiptar përdorën fjalën kriminal, ajdut dhe shumë fjalë të tjera. Po ta shikosh situatën në parlamentin ton, patjetër që madje edhe së fundi kam dëgjuar që ka pasur debate të rënda. Është shumë e keqe, kaotike, edhe nuk ngjan fare një sallë parlamenti. Shumë ndryshe është situata në parlamentin britanik, kuptohet për shkak të demokracisë së gjatë, por kam dëgjuar që në këtë parlament debatet janë shumë të ndezura gjithashtu, dhe që debatet janë të mbushura me sarkazëm, me ngacmime, diskutime argumentash, por askush nuk guxon që t'i thotë një parlamentar tjetër gënjeshtar. Askush nuk guxon të përdor fjalën gënjeshtër të pa bazuar, sepse nëse e përdor rezulton në përjashtim të menjëhershëm nga salla e parlamentit. Të quar dikë gënjeshtar është një sulm shumë i ulët dhe shumë i rëndë. Të shumta janë luftrat dhe vështirësitë që ne asim ndërsa flasim edhe kemi të bëjmë me marrëdhënie me njëri tjetrin. Por falja e dikujt që na ka gënjur renditet mes më të vështirave për të falur. Gënjeshtra është gjua e të ligut, na thot apostulli Gjon. Ai tek kapitulli 8, vargu 44 thot, kur të thot rena, ai flet nga vetvetja, sepse është gënjeshtar dhe është ati i renës. Lajmi i mirë është që Perëndia nuk mund të gënjejë. E vërteta është e shkruar në natyrën e tij. Perëndia kur nuk do të na gënjejë dhe drejtojë gabim. Ai është i vetmi person në gjithë universin që ne mund t'i besojmë plotësisht. Perëndia na dha urdhrimin e 9, sepse ai dëshiron që ne njerëzit e tij të jemi si ai, njerëz që thonë të vërtetën, që ja vlen t'i besohet. Prandaj pyetja që sot do të shqyrtojmë është, a janë të besueshme fjalët tona? Siç thash, Perëndia dëshiron që ti dhe unë të sillemi me vërtetësi në vend të sjelljes së gënjeshtër, me saktësi dhe jo me shtrembërim. Me fjalë tjera, urdhrimi nënt flet për çështjen e dëshmisë së rem, si kur je në një sallë gjyqi që do të dëshmosh të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Dëshmitar të rem u sollën që të dëshmojnë kundër Jezusit në gjyqin që ju bë atij. Por edhe në këtë urdhrim, shtrirja ose aplikimi i këtij urdhrimi shkon shumë më shumë se sa vetëm thjesht dëshmia jon. Siç e kemi parë deri tani, urdhrimet e Perëndis janë si ai treni që kalon nëpër shumë stacione për të arritur tek destinacioni final. Urdhrimi 9 flet për gënjeshtrën. Dëshmimi i rem është stacioni i fundit. Dhe ndoshta shumë prej jush kur nuk keni qenë në këtë stacion, por me siguri që keni kaluar nëpër stacione të ndryshme ndërkohë që treni imagjinar po kalon në këtë linjë. Esenca e gënjeshtrës ka të bëjë me të thënit të diçkaje për të arritur një rezultat të dëshiruar, pa e vrarë mendjen shumë nëse ajo që po themi është e vërtetë ose jo. Ka shumë mënyra se si ndodh kjo. Le të marrim si shembull lajkat që na çojnë drejt gënjeshtrës. Dikush e ka përkufizuar lajkin si të thënit apur të diçkaje që nuk do doje t'ia thoje mbas kurrizit dikujt. Lajkat ndodhin kur ne duam që të lëmë përshtypje të mirë dikujt, duke thënë ato që ne i dim se ata dëshirojnë t'i dëgjojnë. Pavarësisht nëse ajo që ne po themi ka pak ose as pak lidhje me realitetin. Lajkat nuk tingëllojnë aq keq, saqë tingëllon dëshmia e rem, por lajkat mund të konsiderohen si një stacion rrugës për të gënjeshtra. Egzagerimi është një stacion tjetër që na çon në këtë drejtim. Në përpjekje për të lënë përshtypje të mirë, shpeshherë jemi të tunduar të mbi vlerësojmë atë që themi, bëjmë
apo që kemi arritur duke marrë merita që ndoshta takojnë diku tjetër. Gjithashtu nëse duam që të tjerët të ndjejnë simpati për ne, atëherë ne e zmadhojmë gjën e gabuar që na ka ndodhur në mënyrë që të shkaktojmë një lloj ndjenje keqardhje të tyre ndaj nesh. Duke treguar historinë tonë në atë mënyrë ne i drejtojmë njerëzit gabimisht, sepse ne po shehim diçka ose e përjashtojmë diçka që ka ndodhur edhe ata kanë një pjesë të historisë, edhe ata më shumë ndikojnë nga një balancim jo i dur në konceptim ose gjykim ndaj nesh. Por lajkat dhe egzagerimet nuk janë të vetmet stacione në linjën drejt dëshmisë së rem. Thashë themet është një tjetër stacion që na çon drejt gënjeshtrës. Thashë themet përfshin një lajm për një tjetër që mund të mos jetë i vërtet, por që thuhet me qëllim për ta dëmtuar atë. Thashë themet përfshin një lajm për një tjetër person që mund të mos jetë i vërtet, por që thuhet me qëllim për ta dëmtuar atë. Gënjeshtra mund të jetë në fjalët që themi ose në motivet tona. Ne mund të shpërndajmë informacionin me pretekstin se dëshirojmë që të jemi ndihmë, por në fakt ne dëshirojmë që të krijohet një perceptim për atë person kur ne flasim mbrapa krap ose në mungesë të prezencës së tij. Dikush i ka krahasuar thashë theme sikur po shkund një asek pambuku në dritare. Sapo pendet shpërndajë nuk ka shanse që ti mbledhësh përsëri. Kjo është çfarë ndodh me thashë themet. Po e the një fjalë, ato marrin dhënë. Arsyeja pse ne jemi të prirur për të gënjur është sepse ne jemi më të përkushtuar ndaj vetes se sa ndaj të vërtetës. E vërteta është kaq e vështirë për ne mëkatarët sepse kur ne nuk shkojmë tek vendi që ka dritë të pastër që është Perëndia. Diku thellë në zemrën tonë njerëzore ekziston një instinkt që na bën ne të fshihemi nga e vërteta. Ne pëlqejmë që të njihemi si ndjekës së së vërtetës, por realisht ne dëshirojmë që të fshihemi të vërtetës, na thot Romakët, kapitull 3 vargu 11. Ne në fakt nuk mund ta përballojmë të vërtetën dhe ky është problemi jon. Bibla e bën të qartë se gjithë raca njerëzore ka rënë në kthetrat e gënjeshtrës. Gjithë historia e Biblës ka të bëjë me shpaketimin, ekspozimin e mashtrimit të madh që ka ndodhur në kopshtin e Edenit, dhe që gjithë historia biblike, siç kemi nisur ne ta shikojmë, do të përfundojë me edhe në liçenin e zjarrt të gjithë gënjeshtarëve, na thot Zbulesa, kapitulli 21 vargu 8. Në qendër të gjithë kësaj drame të madhe qëndron Jezu Krishti që thotë unë jam udha e vërteta, Jezusi është e vërteta, edhe jeta tek Gjoni 14:6. Në këto kohë pandemie, autoritetet ndjekin çdo kontakt që ka pasur infektuari që të arrinte në identifikim në njerëzve që mund të jenë infektuar. Çdo gënjeshtër, mashtrim apo shtrembërim, qoftë kjo gënjeshtër, mashtrim personal, profesional apo i ndonjë partie apo ndonjë deputeti, historikisht ne na çon tek burimi që është aktiviteti i Satanit. E tham që Jezusi e përshkroi si babain e gënjeshtrës. Çdo gënjeshtër reflekton karakterin e tij të ligut. Odisea e gënjeshtrave të Satanit filloi kur ai humbi prekjen me realitetin dhe filloi të mendojë që në vend që t'i shërbente ai Perëndis, ai mendoi që Perëndia duhet t'i shërbente atij. Ky është mashtrimi më i madh, ose mashtrimi i madh që e bëri atë që të dëbohej nga parajsa, dhe kur Perëndia vendosi burrin dhe gruan në kopshtin e Edenit, atij u duk interesant ideja që të përfshije për shkak të zhgënjimit që kishin Adami dhe Eva. Dëshira e tij nuk ka ndryshuar kurrë. Strategjia e Satanit ka qenë edhe ishte që të vinte në diskutim të vërtetën e Perëndis. Ai ju afroi Adamit dhe Evës ta ka thënë me të vërtetë Perëndia. Mos hani nga të gjitha pemët e kopshtit. E këtë e gjem te Zanafilla kapitulli 3. E kemi folur dhe më përpara në këto javë që kemi qenë duke studiuar gjithë historinë biblike. Shumë njerëz akoma dhe sot vazhdojnë dhe pyesin të njëjtën gjë, a mund të më thoni se çfarë ka thënë Perëndia? Në vlerësimi i fjalës së Perëndis përgatiti skenën për rebelimin e Adamit dhe të Evës. Nëse një person nuk është në gjendje që të di se çfarë ka thënë apo thot Perëndia në fjalën e tij, si do të mundet që të zbatojë atë që kërkon Perëndia? Të humbësh besimin, konfidencën në fjalën e Zotit, gjithmonë do të jetë piknisja e largimit nga ai. Dyshimi dhe paqartësia janë sjellë nga Satani në
zemrat, mendjet e njerëzimit gjithë historikisht. Pilati, ndërkohë që po e merrte në pyetje Jezusin, i bëri shumë pyetje Jezusit dhe Jezusi ju përgjigj atij qartë në fakt. Për këtë arsye kam lindur dhe kam erdhur në botë që të dëshmoj për të vërtetën, thot Jezusi. Jezusi e bërë qartë në fjalët e tij se ato që ai thoshte ishin të vërteta dhe se ishin shenja e parë e dikujt që do që të ndjek Jezusin apo do të ndjek mësimet e tij. Përgjigjja e Pilatit ishte e shkurtër: çfarë është e vërteta, tek Gjoni 18:38. Pilati ishte një politikan, ai e dinte që njerëzit do të bënin gjithçka për të arritur atë që dëshirojnë. Dhe ai kishte arritur në konkluzionin se ajo që njerëzit quanin të vërtetë ishte një mënyrë të foluri për atë që ata dëshironin të dinin. Në rastin e Pilatit, një turmë e madhe që mbledhur jashtë pallatit apo shtëpisë së tij dhe dëshironte që Jezusi të vdiste. Për këtë shkak Pilati e dorëzoi Jezusin që të kryqëzohej. Ky veprim ishte dështim i drejtësisë në fakt, ne e dim këtë gjë sepse u dënua një i pafajshëm që nuk kishte bërë asnjë gjë dhe që këtë gjë e kishte caktuar Perëndia në fakt për të bërë shlyerjen për mëkatet tona. Kur e vërteta dështon, drejtësia vjen, dhe këtë pam në rastin e Jezusit. Një njeri që beson se e vërteta nuk është asgjë më shumë se sa perspektiva ose opinioni personal nuk mund të sjellë drejtësi. Kjo është arsyeja pse Perëndia është në gjendje që të marrë një gjykim përfundimtar për të gjithë ne në ditën e fundit, sepse ai ka një të vërtetë për ne që qëndron. Dhe ai e di plotësisht, është i aftë dhe të na i dëshmoj me fakte mbi gjithçka që ne kemi bërë. Ai e di të vërtetën për ty, ne më mirë se ti apo ne njohim veten. Ai shikon motivet e zemrave tona, karshi gjërave që ne bëjmë, po edhe kur ne kemi mbyllur një sy ndaj asaj që kemi kryer. Vënia në diskutim e asaj që ka bërë Perëndia ose mohimi i ekzistencës së të vërtetës, duke ulur rëndësinë, e konsideron thjesht një perspektivë atë të vërtetën është shkatruese. Përfundimisht, humbja e të vërtetës e çon një shoqëri në një stad që më i forti fiton. Kjo është, si thua, ai ligji i xhunglës që më i forti, më i fuqishëm ai do të fitojë. Problemi më i madh me gënjeshtën ka të bëjë me faktin që na mban larg të së vërtetës. Anë mban botës ne shikojmë dhe dëgjojmë histori nga më të ndryshmet për gënjeshtra të rralla që besojnë njerëzit, siç mund të jenë edhe idetë konspirative që me vaksinën do na vendosë një mikrochip për të na kontrolluar mendjen dhe se do të marrim shenjën që flet libri i zbulesës dhe shumë histori të ngjashme. Besimi i gënjeshtrave e përjashton të vërtetën. Kur njerëzit dëgjuan mësimet e Jezusit, ata e patën të vështirë që të kuptonin thelbin. Ai i shpjegoi se nuk kishte problem me mësimdhënien e tij apo të mësimeve në vetvete, por ishin njerëzit ata që kishin problem me dëgjimin. Ai tha: "Pse që ka kaq e vështirë gjua ime? Kaq e paqartë është për ju." Po nuk është kështu, tha, sepse ju nuk jeni në gjendje të dëgjoni atë që po them, thotë Gjoni 8:43. Apostulli Paul na thotë që Perëndia i kësaj epoke ka verbuar mendjet e jo besimtarëve në mënyrë që ata të mos shohin dritën e ungjillit dhe të kenë vështirësi ta kuptojnë ata. Njerëzit janë në një verbëri dhe shurdhëri shpirtërore që ekziston që nga Zanafilla 3, shumë kohë më përpara, që nga kjo histori në kopshtin e Edenit. Prandaj është shumë e vështirë që të dëgjojnë të vërtetën dhe për dikë që të dëgjojë të vërtetën ta besojë, dikush duhet të vijë dhe të çlirojë nga kjo verbëri shpirtërore, nga kjo shurdhëri gjithashtu. Duhet dikush ta largojë mbretërinë e errësirës, të heqë verbërinë dhe të nxjerrë në pa të vërtetën. Dhe ky dikush është Jezu Krishti që erdhi në botë. Hyrja e tij në botë na jep dritë dhe na sjell jetë. Kjo është ajo çfarë pse erdhi Jezusi dhe pse çfarë ka bërë ai. Vetëm për shkak të punës së tij ne jemi në gjendje të mund të shohim e të kuptojmë gjëra shpirtërore. Drita e fjalës së Perëndis na hap syt që nuk shikojnë dhe e vërteta e fjalës së tij hap veshët që nuk dëgjojnë. Fjala e Perëndis është fara e gjallë që sjell jetë të re në qenët njerëzore. Tek Apostulli Pjetër te 1 kapitulli i parë vargu 23 thotë: "Sepse jeni ngjizur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndis gjallë që mbetet për jetë." Ashtu si ngjizja natyrore është një mrekulli, po kështu dhe lindja shpirtërore vjen në mënyrë të mrekullueshme nga hiri i Perëndis.
s'ka dyshim se pse Satani e urrin fjalën e Perëndis. Prandaj ai punon kaq shumë fort që besimtarët e krishterë të qëndrojnë larg Biblës, madje ai kënaqet shumë kur kjo gjë ndodh. Si mësues dhe predikues të fjalës së Perëndis, ne nuk duhet të bëjmë sikur po predikojmë fjalën. Ne duhet ta predikojmë atë të plot, edhe ashtu siç është, sepse besimi vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen përmes fjalës së Krishtit, na thot apostulli Paul te Romakët. Fjala krijon kapacitetin për dëgjimin dhe prandaj dëgjimi na drejton drejt besimit. Nëse duam që të shikojmë një jetë të re, ne duhet që të mbjellëm farën. Kur ajo farë mbyllet, ujitet me anë të lutjeve tona, atëherë ne do të shohim një të korë të mbarë shpirtërore. Fuqia e mashtrimit të madh ekziston, por kjo thyet vetëm përmes të së vërtetës që vjen nga fjala e Perëndis. Ka shumë më shumë se sa të njohësh të vërtetën. Ajo që duhet është të jetohet. Ajo që ne dim që po ta dish të vërtetën nuk mjafton. Duhet të ta jetosh. Dhe këtu çalojmë shumica prej nesh. Një turmë shumë e madhe e ndoqi Jezusin sepse ata besuan dhe shijuan mësimin e tij. Apostulli Gjon na tregon se Jezusi i tha judenjve që kishin besuar, se nëse ata e mbanin mësimin e tij, ata do të ishin dishepujt e tij. Dhe duke vepruar kështu, ata do të njihnin të vërtetën dhe e vërteta do i bënte të lirë. Gjoni 8:31-32. Këto fjalë janë shumë sfiduese për çdo që thotë se beson tek ai. Jezusi dëshiron që ata ta dinë dhe ne ta dimë se çfarë mund të bëjë vërteta në jetët tona. Krishti i sfidoi ata që thanë se besuan, duke thënë që nëse ti ke besuar, atëherë mbaje, zbatoje mësimin tim. Kur ata dhe ne zbatojmë mësimin e Jezusit, atëherë e vërteta na bën të lirë. Duke thënë këto fjalë Jezusi duke sikur po i thot, nuk po i thot si thosh gabimisht rendin. Mos ndoshta duhet të fillonte me të vërtetën, pastaj ne të bindeshim. Por Jezusi insiston ndaj atyre që tha duke besuar edhe duke u bindur, atëherë e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Ndërsa ne praktikojmë të vërtetën, atëherë njohuria do të rritet dhe ne do të përjetojmë fuqi dhe eksperiencë në jetën tona. Besimi na drejton drejt bindjes. Ndryshimi i vërtet nuk është se ndodh vetëm nëse themi që kemi besuar. Ndryshimi fillon kur ne nisëm, marrim hapin e parë të mbajmë, zbatojmë, praktikojmë urdhrimet e Perëndis. Kur ne marrim një hap bindje, Jezusi premton që dy gjëra do ndodhen. E para, ne do të njohim të vërtetën, ajo që duket si nëpër mjegull do të fillojë të qartësohet dhe bëhet më personale, dhe kjo e vërtet do të jetë në ne dhe do na çlirojë. Gjërat që na kanë mbajtur, penguar, nuk do të na mbajnë robër më. Gjërat që në të shkuarën kanë qenë pamundura, do të jenë të mundura tani pasi ne kemi besuar dhe kemi filluar të bindemi. Ka plot zakone të vjetra që ne i kemi bërë dhe nuk i kemi zbatuar, por në momentin që ne marrim hapin e parë për t'u bindur, atëherë këto gjëra do të jenë të mundur. Jezusi foli për këtë gjë ndërkohë që tregoi një histori për dy njerëz që dëgjuan fjalën e Perëndis tek Mateu 7:24-29. Dhe ajo histori mund të përkthehet sot me dy burra në të njëjtën kishë që dëgjojnë të njëjtin predikim të diel në kishë. Të dy këta burra ishin pjesë të njëjtës bisedë dhe morën të njëjtin mesazh dhe besuan. Me kaq sa thash, nuk duket që ka shumë ndryshim midis këtyre dy burrave, por ka, sepse njëri e zbatoi atë që dëgjoi dhe tjetri jo. Dikur në jetë, të dy këta burra do të përballen me stuhi shpirtërore apo fizike të çfarëdo lloj forme. Dhe kjo do të ndodh, dhe këtu do të ndodh ndryshimi. Dhe këtu do jetë i dukshëm ajo çfarë ata bën me mesazhin që dëgjuan. Sipas historisë së Jezusit, burri që dëgjon dhe praktikon urdhrimet e tij e ka ndërtuar shtëpinë në shkëmb, dhe tjetri në rër. Të shpallër se beson ka shumë pak vlerë nëse besimi jot nuk përkthehet në bindje. Duke marrë një hap bindje, do të të çojë në shtegun e shërimit. Ti bindesh urdhrimit të nënt do të thotë ti flasësh të vërtetën komshiut tënd, por si duket praktikisht kjo? A do të thotë që duhet të ndaj gjithçka kemi përjetuar me njerëz të tjerë? Të thosh të vërtetën, a do të thotë që ti thuash dikujt tjetër gjithçka që ti ke menduar për ata? Disa të krishterë janë të paqartë kur flitet se çfarë është e papërshtatshme ose e përshtatshme për të folur rreth të vërtetës. Disa të tjerë abuzojnë me të vërtetën dhe në një farë mënyrë bëhen si thua terroristë të së vërtetës.
Një terrorist i të vërtetës është shkatrues dhe një terrorist i të vërtetës është dikush që e përdor të vërtetën për të shkatruar. Këta tipa njerëzish janë ose terrorist janë të dy llojeve. Një lloj është ai që tregon të vërtetën në mënyrë naive dhe tjetri është ai që e përdor të vërtetën në një mënyrë që është brutale. Problemi në llojin e parë është naiv, ata që flasin të vërtetën në mënyrë naive për sa i përket thënies së vërtetës, ka të bëjë me faktin që ata e bëjnë në mënyrën më të shëmtuar të mundshme. Dhe të thënë të vërtetës ndonjëherë nuk kupton gjëra të shëmtuara, gjëra të jo të mira, që këto duhen thënë vetëm në këmbët e Jezusit, vetëm Jezusi duhet i rrëfehen. Sepse e vërteta për mua, për ne ndonjëherë mund mos jetë aq e këndshme. Çdo njeri nga ne ka përgjegjësi që të dallojë çfarë duhet të ndajmë me kë, kur dhe pse. Por ka dhe tipi tjetër i të thënurit të së vërtetës është ai terroristi abuzues. Lloji i dytë i terroristëve është ai që përdor të vërtetën për të shpërthyer në ballafaqim me tjetrin. Madje edhe në ungjillëzim ndonjëherë mund të kemi nga këta lloj njerëz që në petkun e të thënit të së vërtetës ata shpërthejnë dhe nuk e kontrollojnë dot veten. Thirrja jonë është që ne të themi të vërtetën në dashurinë, thot apostulli Paul tek Efesianët 4:15. Kjo do thotë që ne duhet ta themi të vërtetën në atë mënyrë që do të jetë në interesin e dëgjuesit. Disa herë ne na duhet që të kemi kurajo për të thënë diçka dikujt që nuk dëshiron ta dëgjojë atë që do t'i themi ne. Unë kam shumë nevojë që të rritem në këtë pikë dhe shpesh herë rezervohem sepse ka një kohë që është e vështirë ballafaqimi, por ka edhe një kohë ndonjëherë që duhet edhe të presem, që jo patjetër duhet të ballafaqohemi. Ky personi që e thot të vërtetën pa u dridhur syri mund të etikohet si terrorist brutal sepse ai nuk e kupton atë që po bën. Ai apo ajo armatoset me gjithë arsenalin e armëve që ka dhe e përdor në petkun e të së vërtetës si një shkak për të palosur atë që ai apo ajo mendon, edhe që të tjerët janë gabim. Nëse Jezu Krishti do të na zbulonte gjithçka që ishte gabim në jetën tonë, në ditën që ne jemi kthyer në besim, ne do të ishim skandalizuar. Por ai nuk e bën dhe ai nuk e bën akoma. Ai na drejton me butësi, edhe ai na drejton hap pas hapi, na zbulon gjëra që duhet të ndryshojmë në jetën tonë. Prandaj nxitja ime është që le ta themi të vërtetën, le ta themi në dashuri, por të mos bëhemi si këta terroristët e së vërtetës. Le të praktikojmë të folurin e të vërtetës me dashuri, me butësi, njësoj si Krishti. Edhe le të jemi të kujdesshëm, sepse Zoti nuk do që ne t'i japëm një barë të madhe dikujt që nuk mund ta mbajë. Mësoni të vlerësoni efektet e asaj që thoni. Të folurit tuaj të jetë gjithnjë me hir, i ndrequr me krip, që të dini se si duhet përgjigjen gjithë secilit, na thotë apostulli Paul gjithashtu. Pra, në përfundim të kësaj që po them është që ne duhet ta njohim të vërtetën, ta themi, por ta themi me dashuri, me butësi, edhe të shmangim në maksimum lajkat, tashtetemet, egzagerimet, edhe të mos themi dëshmi të rem. Perëndia na bekoft, paçi një mbazitë të këndshme.